ishte një djalë i ri i cili ishte student në Tiranë. Ishte shkuar në sanatorium në spitalin Shefqet Ndroshi sepse kishte hemoragji nga goja që cila vinte nga rrugët e frymarrjes. Shikon një kreatinin të rritur dhe menjëherë lajmërojnë nefrolog, mosha ishte shumë e re, 20-21 vjeç, dhe rasti transferohet në nefrologji. I thot mjeku imunolog primar i cili kishte parë gjakun që na shkon për një sindrom që është anti-GBM, good pasture syndrome, me prognozë shumë të keqe si smundje. U mblodhën në ekip, u diskutua çfarë do filloj. Duheshin disa procedura për si plasmafereza për pastrimin e antikorpeve, të cilën në atë kohë nuk e mundsonim në fakt. Në ato vite nuk e mundsonim në qendrën spitalore. Dhe diskutojmë që rasti të ikte jashtë, patjetër mosha e re, sëmundja po agravon, ne tani e dinim çfarë ishte dhe e dinim çfarë prognoze kishte. Mortaliteti ishte shumë i lartë, kalonte në 80%. Pas u bën gjithë dokumentat që djali të ikte jashtë. U mbaruan, u firmosën të gjitha në mënyrë të menjëhershme, të shpejtë, të gjitha procedurat dokumentare. Në fund shikojnë që kishte skaduar pasaporta. Edhe ka qenë diku e premte, më duket, dhe do duhej që të bëheshin procedura sërish dhe ato do të bëheshin me shumë shpejtësi dhe ne kishim folur me të gjitha instancat që kjo gjë të përshpejtohej sepse ishte një djalë i ri. Ndërkohë të dielën ndron jetë, edhe nuk u arrit dot që të bëj diçka më shumë. Një rast që më ka ngelë në mendje, do më ngelet në mendje gjithë jetën.